Fjala sot. Urtësi. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Fjala për sot është urtësi. Në gjuhën shqipe, fjala urtësi apo urti është një fjalë që është përdorur shpesh përgjatë brezave për njerëzit që nuk kanë qenë vetëm dhe thjesht të zgjuar, por që përmes përvojave jetësore kanë arritur një lloj pjekurie dhe mençurie për të cilën janë kujtuar gjithmonë nga pasardhësit e tyre. Imagjinoni se ç'përmasa mund të marrë kjo urtësi kur vjen nga Perëndia. Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar një dallim më thelbësor midis urtësisë toksore dhe asaj frymërore, dhe për të kuptuar se kushdo që e njeh Perëndin dhe fjalën e tij, do të rrezatojë një urtësi që do të jetë shumë e dobishme për të gjithë ata që i rrethojnë familje, në vendin e punës dhe në komunitetin ku jetojnë. Të gjithë ne, ndoshta në një kohë apo në një tjetër në jetën tonë, kemi takuar dikë që ka qenë shumë inteligjent. Ai person mund ketë patur shumë njohuri mbi tema dhe fusha të ndryshme, por mund mos ketë patur shumë urtësi në mënyrën se si e jeton jetën apo se si i merr vendimet. Keni takuar ndonjë person të tillë? Një person që është shumë i zgjuar, shumë intelektual, por nuk ka urtësi. Sot do të flasim për urtësinë dhe do doja që ju të kuptoni se ka në thelb dy lloje të urtësisë. Është urtësia e botës, le ta quajmë kështu, dhe pastaj është edhe urtësia që vjen nga Perëndia dhe nga fjala e tij. Ky është i vetmi burim që ju mund keni për urtësi frymërore. Jam i sigurt se nuk ka asgjë të gabuar të kesh urtësi toksore, urtësi të botës. Në fakt, shumë nga ne përpiqen të studiojnë. Ne shkojmë në shkollë, në universitet, e lexojmë libra të ndryshëm. Mua nuk më pëlqejnë zakonet e leximit të amerikanëve në ditët e sotme. Mendoj se ka shumë njerëz që nuk lexojnë. Le të themi se ja vlen të kesh pak urtësi nga bota. Dhe nuk po flas për urtësinë apo diturinë mëkatare seksuale të botës, për cilën Bibla është kundër, për shkak se është mëkatare. Po flas thjesht për urtësinë nga bota në përgjithësi. Për shembull, është ide e mirë të dini të ndërroni gomën e makinës. Është urtësi të zgjidhni ushqime të shëndetshme dhe të mos hani gjëra që ju dëmtojnë. Nuk është urtësi të blini 3 pako me çokoladata dhe të hani 1 pako në çdo vakt. Kjo është diçka e gabuar, apo jo? Ka disa teknika që ne mësojmë në botë, për shembull, se si të jemi të sjellshëm, si të mbajmë radhën, e gjitha këto më sjellin në mendje ilustrime nga jeta ime kur kam qenë me grupe në vende të ndryshme të botës dhe dikush ka ardhur dhe ka dashur të futet pa radhë. Fatmirësisht, unë jam njeri trup madh, gati 1,90 i gjatë dhe peshoj 130 kg. Kështu, mund t'i pengoj njerëzit të prishin radhën. Por ne përpiqemi të mësojmë se si të jemi të sjellshëm dhe kjo është urtësi nga bota. Tani le të shohim tek letra e Jakobit, kapitulli 3, në dhjatën e re, vargjet 13 deri 18. Në këto vargje flitet për llojet e ndryshme të urtësisë. Është urtësia nga bota, siç e tham, dhe po të mbështetemi te kjo lloj urtësie, do të kemi probleme. Nëse mendoni se ju nevojitet kjo urtësi për të shkuar mirë me familjen tuaj, bashkëshortin, bashkëshorten apo fëmijët, dhe nëse mendoni se për këtë mjafton të jeni të sjellshëm, atëherë nuk do të esni shumë përpara në jetë. Shumë shpejt do të keni grindje, mosmarrveshje e do të thoni fjalë të ashpra. Në punë apo në lagjen tuaj, nëse mendoni se mund të mbështeteni vetëm tek urtësia njerëzore, tek urtësia nga bota, do të përfundoni në telashe. Thjesht shihni njerëzit rreth jush dhe përpiquni të jetoni me këtë lloj urtësie, me këtë lloj standardi. Nuk do të shkoni shumë larg. Herët avon, ju do të keni probleme frymërore, dhe vetmja mënyrë për të zgjidhur këto probleme frymërore është përmes urtësisë frymërore. Dhe për të patur këtë urtësi, duhet të njihni Perëndin dhe fjalën e tij. Urtësia frymërore na mëson se si të duam njerëzit edhe atëherë kur urtësia toksore na thotë se duhet t'i urrejmë apo se duhet të hakmerremi.
Kjo është mënyra se si bota flet. Le të hakmerremi, le t'ja kthejmë me të njëjtën monedhë. Dhe kështu do të kemi shumë probleme. Kjo është arsyeja pse Perëndia vjen dhe na thot se duhet të kemi urtësi frymërore. Është plotësisht e ndryshme nga urtësia e botës. Ne duhet të mësojmë të duam ata që na urrejnë. Njerëzit mund të abuzojnë me ne e të bëjnë gjëra që na lëndojnë, por ne duhet të mësojmë përmes Jezu Krishtit se si t'i falim ata dhe t'i kapërcejmë gjërat. Në pjesën e parë të kapitullit të 3 të Jakobit, para se të kalojmë tek vargu 13, flitet për gjuhën. Gjuha mund të shkaktojë shumë probleme. Thjesht mendoni për sarkazmën në botë, gënjeshtrat, mënyrën se si njerëzit përpiqen të shkatërrojnë reputacionin e të tjerëve, fjalët e këqija që thonë. Të paturit kontroll mbi gjuhën është një gjë shumë e rëndësishme. Kështu na thot Perëndia. Ka dhe pjesë të tjera në Bibël që flasin për këtë, por unë dua që ju ta kuptoni këtë brenda kontekstit të urtësisë. Është vërtet urtësi dhe është frymërisht e urtë të mësojmë se si të kontrollojmë gjuhën tonë. Një ditë unë po flisja me dikë dhe ai po më thoshte se kishte probleme me vëllezërit dhe motrën e tij pas vdekjes së prindërve për testamentin dhe se ata po e akuzonin nga që ai ishte personi që kishte autoritet mbi këtë testament. Këta njerëz e kishin gënjur gjykatësin dhe i kishin thënë shumë fjalë të këqija për të. Ai më tha se nuk u kishte kthyer përgjigje dhe nuk kishte reaguar, sepse e dinte që Perëndia nuk e donte diçka të tillë. Kështu, ai kishte lënë të flisnin. Pastaj, ai më tha që gjykatësi e kishte kuptuar se përse pikërisht ai ishte personi që prindrit i kishin dhënë autoritet mbi testamentin. Gjykatësi ishte një burr i urtë dhe e kishte parë se ky person ishte një burr i përulur, një burr i krishterë me shumë dashuri dhe falje, dhe se vëllezërit dhe motrat e tij kishin një zemër e mendje të ligë dhe donin vetëm të merrnin parat. Ata ishin njerëz lakmitar. Kur flisni për urtësinë tuaj, do doja t'ju sugjeroja një frazë të rëndësishme tek Fjalët e Urta, kapitulli i parë, vargu 7. Aty na thuhet se Perëndia është fillimi i njohjes, diturisë, urtësisë. Nëse ju nuk e njihni atë dhe fjalën e tij, nuk mund të keni urtësi. Dhe nëse ju mungon urtësia, Bibla na thot ta kërkojmë atë nga Perëndia. Ju kujtohet që në fjalën e tij ka një ilustrim të shkëlqyer për mbretin Salomon, njeriu më të urtë që ka ekzistuar ndonjëherë, sepse ai ishte aq i urtë sa të dinte që kur Perëndia i dha një zgjedhje, ai nuk mund të kërkonte asgjë tjetër. Dhe Solomoni i kërkoi Perëndis ta bënte të urtë, që të dinte se si të qeveriste popullin e tij. Ç'kërkesë e bukur. E Perëndia e bekoi atë. Mund të lexoni librin e Fjalëve të Urta. Madje do t'ju sugjeroja një kohë të qetë lutjeje, thjesht për të lexuar Fjalët e Urta. Pasi të keni tekstet hyrëse, që janë shumë bukura, do të kaloni tek vargjet e tjera, tek të cilët do të gjeni një mendim për çdo varg. Ato janë të fuqishme dhe shumë pozitive. Vargjet hyrëse në kapitujt e parë, që duhej të përdoreshin si mësime për djemt adoleshent, flitet për mënyrën se si njerëzit përpiqen t'ju shtyjnë në imoralitet dhe t'ju çojnë në rrugë gabuar e t'ju përfshijnë në gjëra të këqija. Aty na thuhet që është urtësi t'u thuash jo këtyre gjërave, e të mbetesh besnik ndaj Perëndisë, të tregosh dashuri në marrëdhëniet familjare, në punë dhe në kishë. Ka shumë mënyra se si mund ta shfaqni urtësinë. Unë po ju kërkoj të bëni një hetim të vetes tuaj pikërisht tani. E, nëse njerëzit do të komentonin për ju, çfarë do të thonin? A do t'ju quanin një person të zgjuar, inteligjent, që duket sigur ka shumë njohuri? Kjo sigurisht që është gjë e mirë. Por në veçanti, çfarë do të thonin ata për ju si të krishterë? Përmes mënyrës se si veproni, se si e mbani gjuhën nën kontroll, përmes mënyrës se si ju tregoni dashuri dhe se si e mbani zemrimin, a mund t'ju dallojnë ata se ju jeni të krishterë? Nëse jeni me njerëzit për një kohë të gjatë, ata mund të shohin se si ju flisni për faljen, kur ata kanë bërë diçka të gabuar, apo nëse ju kanë gjykuar apo keq kuptuar, sepse ju nuk keni urtësi toksore, por urtësi frymërore. Ju e njihni Perëndin dhe Perëndia jeton brenda jush, prandaj ju doni ta kënaqni Perëndin e t'i shërbeni atij, nga që jeni mirënjohës që ai ju ka shpëtuar. Nëse jeni me njerëzit për një kohë të gjatë, ata mund të shohin se si ju flisni për faljen, kur ata kanë bërë diçka të gabuar, apo nëse ju kanë gjykuar apo keq kuptuar, sepse ju nuk keni urtësi toksore, por urtësi frymërore. Ju e njihni Perëndin dhe Perëndia jeton brenda jush, prandaj ju doni ta kënaqni Perëndin e t'i shërbeni atij, nga që jeni mirënjohës që ai ju ka shpëtuar.
Ju e dini se veprat e mira nuk ju shpëtojnë. Ju e dini se mëshira dhe hiri i tij ju shpëtojnë dhe jeni falënderues. E kjo është urtësi frymërore. Dhe unë shpresoj që ju të jeni frymërisht të urtë. Miq të programit ton, ne shpresojmë dhe lutemi që ju sot të keni kuptuar se urtësia që vjen nga Perëndia dhe nga fjala e tij janë shumë më të thella se sa zgjuarësia dhe inteligjenca njerëzore. Të gjithë ju mund ta keni këtë lloj urtësie nëse hidhni një hap drejt besimit dhe njihni më afër dhe më thellë Perëndin dhe birin e tij, Jezus Krishtin. Për të mësuar më shumë për këtë dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.